Juës të Radio Lushnjës, jemi live në një emision Agro News, ku në fokus të tij, sikurse kemi prezantuar edhe në rrjetet sociale, kemi institucionet mikrofinanciare dhe ne sot kemi zgjedhur Noan, e cila ka nisur një fushat prezantimit të një paketave që ofron në bashkëpunim edhe me disa media të tjera në nivele të gjithë Shqipërisë, ku janë përfshirë qoftë ato tradicionale dhe ato sociale. Në mbështetje të kësaj fushate informuese për fermerët dhe agropërpunuesit në lidhje me asistencën agroteknike që NOA ofron jo vetëm për klientët e saj, por për të gjithë fermerët e Shqipërisë. Pjesë e informimit është dhe prezantimi i paketave financiare specifike për aktivitetet të ndryshme bujqësore dhe lehtësirat që ky institucion financiar ofron në kreditdhënie. Pikërisht për këtë qëllim ne kemi të ftuar në studio dy persona përfaqësues, por njëri prej tyre është personalitet për shkak të eksperiencës gjatë që kanë në treg, dhe ky është profesori Enver Tome, drejtues shkencor në agronomi. Faleminderit zoti Tome që jeni me ne sot në studio. Faleminderit për ftesën. Mirë se u kthyet sërish në Lushnjën tuaj, ku keni vite që kontribuoni. Faleminderit. Dhe Fatmir Nikolli, drejtori i agrobiznesit në NOA. Fatmir, përshëndetje dhe kënaqësi që jeni me ne sot në studio. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ka një situatë që çdo ditë më shumë po kthejmë vëmendjen ndaj bujqësisë dhe natyrisht gjithë zinxhiri që vjen në mbështetje të sektorit ka filluar të lëvizë, të vinë në ndihmë të bujqësisë. Ju zoti Enveri dini mirë që Lushnja është sa agresive po aq edhe produktive, si në cilësi, po tash në kohët e fundit ka filluar të rritet pretendimi edhe si në sasi po ashtu në cilësi, ku certifikimet e ndryshme e kanë hapur oreksin fermerëve që me dinë sasi prodhimi të kenë të ardhur më të mëdha. Natyrisht që kjo kërkon pak punë, por le të kthejmë pak te interesi që ku duhet përqendrohet interesi i fermerëve, sepse kemi vënë re që kohët e fundit ka një vëmendje të shtuar ndaj bostanorëve. Çfarë është bërë shkak për këtë? Është e drejtë që zona e Lushnjës është një nga zonat më produktive në Shqipëri, një zonë intensive ku perimet nxjerrin peshën kryesore në prodhimin bujqësor dhe në të ardhurat që krijohen nga ky sektor. Veçanërisht shalqimi ose bostanorët, ku përmbledhet dhe piepri, është një kulturë që zë peshën kryesore në strukturën e mbjelljes së perimeve në Shqipëri. Zë rreth 25% sipërfaqes të perimeve që mbjellen në Shqipëri, vetëm bostanorët. Me shalqim, nga evidencat vjetore që ne disponojmë, mbjellen në rreth 7.000 deri në 7.500 hektar me shalqim. Dhe prodhohet rreth 295.000 deri në 300.000 ton shalqim prodhim. Me një rendiment mesatar mbi 400 kuintal për hektar. Duke marrë shkas dhe duke bërë një krahasim me botën, ku mesatarja vjetore, domethënë e rendimentit të shalqimit është rreth 210 kuintal në shkallë botërore, sepse mbjellen gati 2.5 milion hektar me shalqim në shkallë botërore. Ndërsa kene punohet mjaft mirë, sidomos në zonat që e kultivojnë, zona e Lushnjës, zona e Fierit, zona e Beratit, e Shkodrës, e Kavajës, që e kanë tradit prodhimin e shalqimit, marrë rendimente mjaft mira dhe kanë interes për ta kultivuar këtë kulturë. Në qoftë se do të hedhim një sy nga statistikat, nga shalqini që mbjellet në Shqipëri, peshën kryesore e zë rreth i Lushnjës. Në Lushnjë mbjellen në rreth 1550 hektar me shalqim. Edhe rreth 250 hektar me piepër. Është interesante sepse vetëm një pjesë e kufizuar e sipërfaqes që mbjellet me shalqim, rreth 560 hektar janë mbjellet direkt në fushë, por pjesa më e madhe mbjellet në tunele. E një praktik pune e cila po qenë përhapje dhe nga vitin vit kjo po zgjerohet. Rreth 987 hektar si nga evidencat e këtij viti janë mbjellur në tunele shalqim. Ndërsa piepër janë mbjellur 122 hektar në tunele dhe nga këto 32 hektar janë mbjellur në sera me piepër. Divjaka mban peshën kryesore. Në qoftë se themi që në 1550 hektar që mbjellen në rrethin e Lushnjës, Divjaka mbjell rreth 1100 hektar shalqim. Përse ndodh kjo, profesor? Është klima që favorizon? Bërja e tokës? Është klima më radh parë, është toka e Divjakës që në asnjë vend të botës nuk e gjen këtë
Apo është tradita që ndikon dhe ajo? Sigurisht edhe tradita e fermerët sot në zonën e Divjakës janë bërë specialistë të mirë fill të kultivimit të shelqinit. Nga 1100 hektar shelqin që mbillen, 870 hektar janë në tunele, që mbillen tunele. Vetëm 230 hektar mbillen në fushë të hapur. Pra, përdorin mbillen me tunele. Tuneli e rrit pa kostën për fermerin, a i përkthehet në ekonomi në fund në ciklit bimor? Po të bësh kalkulimet, leverdia e përdorimit të tuneleve është shumë e mirë për fermerin, sepse të ardhurat që krijohen, rendimenti që merret, ershmëria që merret nga prodhimi në tunele, të jep të drejtën në moment që të ardhurat të jenë në rritje. Në kalkulimi thjesht që ne bëjmë në karta teknologjike, rezulton që në qoftë se në 1 hektar shelqin ne harxojmë rreth 1 milion lek të reja, gjithmonë, të ardhurat nga 1 hektar shelqin, këta që të bëjnë edhe eksporte, shkojnë mbi 2 milion lek, 2 milion e gjysmë deri në 3 milion lek për hektar. Pra mbulohet kostuar dhe jep 2 deri në 3 herë të ardhurat fitim. Prandaj fermerët e Divjakës janë dashuruar kur e bën asaj pas kultivimit të shelqinit, kanë krijuar traditë dhe vazhdojnë nga viti në vit ata e kanë rritur këtë. Vetëm nga rrethi i Lushës, nëse në shkallë republike eksportohen rreth 30.000 ton shelqin, vetëm nga rrethi i Lushës në evidencat e vitit 2019 që mbyllur, janë eksportuar 21.600. Pra mbi 80% të eksportit e ka vetëm Lushja. Gati $6 milion, pra përsisht me vlera ekonomike. Po. Se para i bën më të ndjeshëm ata që merren me sektorin. Unë bëra një kalkulim të thjeshtë për këtë emision dhe më rezulton që eksporti në muaj në zonën e Lushjes kryesisht rezulton që në muajin maj, kemi rreth 1.5% të eksportit të shelqinit, sepse prodhimi i shelqinit fillon në bazë datës 20-25 maj. Është periudhë e vogël. Ndërsa qershori zë peshën kryesor. Rreth 53% e eksportit realizohet brenda muajit qershor. 41% e ka muaji korrik dhe 4.5% e ka muaji gusht. Me kjo analizë. Prandaj, mbjellja e bostanoreve në tunele ka këto përparësi. Vendet e Evropës, bine, Bullgaria, Rumania, Hungaria, këto dalin bazë datës 10 korrik. Dhe ne kemi hequr... Pra, ne kemi hequr, gati 70-80% të prodhimit me eksportin. Edhe vitin e kaluar, hungarezët herdhën aty dhe deshin të mbillin gati në Divjakë, deshin mbi 200 deri në 300 hektarë shelqin të ershëm. Për këne. Por vjet ndodhi një fenomen. Ata e bën testimin, sepse unë kam punuar me ta, edhe bën një testim që për ershpërinë, për cilësinë, deshin ta testonin vitin e kaluar dhe pasaj vitin tjetër tidheshin në sipërfaqe të gjerë. Çfarë rezultoi? Rezultoi që vitin e kaluar ndodhi një fenomen që mbase që së tuneleve të plasmasit nga data 10-15 prill u ulën shumë temperaturat dhe luleria e parë dështoi. Se pima ishte shumë e zhvilluar, edhe ishte fati keq. Edhe ata këtu stepën faktikisht. Ky ishte një rast i jashtëzakonshëm për vitin e kaluar, se ky fenomen nuk ndodh vit për vit. Por ata këtë risk nuk e pranuan, por që për ne pavarësisht tregut që mund të vinë ata që të ashtu një tjetër, ne kemi të garantuar shitjen e prodhimit. Duhet që të dalim rreth datës 20 maj, ne duhet të dalim me prodhimin. Dhe muaji qershor të jetë vendi deri në datën 10 korrik, ne të kemi hequr mbi 80 deri në 90% të shelqinit për eksport. Kërkesat janë të jashtëzakonshme. Për sa i përket kërkesave, unë do të thesha këtë, që fermerët duhet të bëjnë edhe certifikimin me Global Gap, me qenë se Evropa perëndimore, sidomos Gjermania, Austria, ka kërkesa, por ata e duhet të certifikuar këtë shelqin. Se Evropa lindore e merr edhe pa certifikim. Shkojnë Ukraina, këto vendet e tjera, të lindjes marrin shelqin, por nëse duam çmim më të lartë, edhe konkurus duhet të bëjmë me njëherë këtë Global Gap. Po që bësh Global Gapin,
Nu mund të bëhet me fermer të veçantë, kush ka 6 ylim, kush ka 7 ylim, një tjetër fermer duhet grupohen, mbjellin sipërfaqe më të mëdha, sepse edhe kosto e prodhimit atyre del më ulët se sa kur mbjellin. Në organizimi gjithmonë. Edhe organizimi është më mirë, edhe asistenca teknike është më prezente, domethënë kurse janë sipërfaqe të mëdha etj etj. Profesor Enveri, juve përmendet to metodat e reja ku bostanorët kanë filluar t'i fusin në tunele. Në fakt është fjala për mikrosera, se kemi parë dhe në sera që kultivohen bostanorët. A rekomandohet më mirë me sera për cilësi prodhime dhe për sasi, për ershmëri dhe të tjera, apo fusha e hapur është më agresive dhe jep me koston më të ulët cilësi më të mirë? Për sa i përket ershmërinë në sera ta jep më mirë. Këtë vit kanë qenë provë në Lushin në disa ferma. Unë kam bizetuar me specialistët e drejtorisë së bujqësisë aty, ku e kanë kultivuar në disa ferma, domethënë edhe shalqinin, edhe ka qenë i suksesshëm dhe ka dalë gati 2 deri në 3 javë më përpara se sa tuneli. Në sera të mira që tregusit klimaterik në serë ruhen, temperatura, lagështia, ajrimi, tregusit e mikroklimës në serë janë më të kontrolluar se sa në tunel. Ndërsa me kosto më të ulët, sigurisht, domethënë është ai me tunel, sepse fermeri domethënë ai që ka kapacitetin, se shumica janë nuk kanë serë. Por në tunel unë do të thesha këtë, domethënë që plasmasin që ata përzgjedhin, duhet të marrin plasmas mbase kanë që koston që të lartë, por të marrin plasmas termik, i cili ruan temperaturën brenda tunelit më mirë se sa plasmasi i zakonshëm. E para, e dyta, tunelet që do të formojnë, ato duhet të kenë një shtrat më të gjerë dhe në lartësi. Domethënë lartësia të jetë të paktën 60 deri në 80 cm dhe vllaja poshtë ku vendoset shalqini të paktën të jetë 80 deri në 100 cm në 1 metër gjerësi. Sepse duhet që të eliminojmë atë që ka thash më përpara, që fermeri detyrohet ta heq plasmasin sepse mbushet me masë bimore brenda tunelit dhe ajo është detyruar ta heq plasmasin. Është sa frymare kur themi ne. Kur tuneli është më i madh, domethënë ai të lejon që ti të dalësh ta heqësh plasmasin kur temperaturat janë stabilizuar dhe nuk ka rrezikshmëri nga ulja e temperaturave të ulta. Prandaj them që tunelet bëhen pak më të mëdha dhe të marrin domethënë plasmas termik. Sot plasmasi termik është gjithandej. Ju e dini shumë mirë që në lule shtrydhen që është në tërbuf, që plasmas termik e përdor italian. Edhe grykat janë të hapura komplet, duket e pabesueshme, por ai prodhon në çdo kohë atje, domethënë edhe në dimër. Kështu që plasmasi termik është shumë i domosdoshëm. Na këshilluat mjaft gjëra, por fermerët, ata që janë dëgjojnë shifra, shikojnë komshiun, dikë që ka qenë suksesshëm, nga natyra e vetë shqiptarit, po dhe njeriut në përgjithësi kanë vështirë të pyesin dhe duan informacion. Mund ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Cila është koha më e mirë për ta mbjellë shalqinin sipas juaj, profesor? Atëherë, koha më e mirë për të mbjellë shalqinin këtu zakonisht shalqinin dhe bostanorët në përgjithësi. Bostanorët, por shalqini që mban peshën kryesore duhet filloj mbjellja në zonën e Divjakës 1 deri në 10, maksimum deri në 15 mars. Duhet të ketë përfunduar mbjellja në tunele. Kjo është të garanton që ti të dalësh me prodhimin rreth datës 20-25 maj, të dalësh me prodhim. Çfarë duhet këtu? E para e punës njerë duhet të zgjedhësh varietete të ershme, që mos mbjellësh tunel një varietet që ka cikël bimor të gjatë 100-120 ditë dhe ti pret që të dalësh në 20 maj në të dalësh. Dalja në 20-25 maj, ka ershmëri, ka çmim më të lartë, sepse çmimi i shitjes si në tregun e branqit, por edhe të eksport është mjaft i lartë. Të ardhurat për njësinë e sipërfaqes janë shumë të larta. Edhe fermeri është i kënaqur me atë sepse aty merren edhe rendimente të larta. Për shembull Divjaka, ne tham rreth 400 kuintal për hektar, por Divjaka që marrin 800, 1000 deri 1200 kuintal për hektar. Ata janë bërë profesor të shalqinit. Edhe ne si specialistë kemi të vështirë kur vëmë komunikojmë me ta sepse edhe të mësojnë ndonjë gjë prej tyre. Janë bërë specialistë të mirëfillt, sidomos Divjaka janë ka fermer të shkëlqyer në prodhimin e shalqinit. Megjithatë vëmë re një proces sa interesant, aq edhe apuzues në pamje të parë, por jo në elemente të tjerë që shoqërojnë produktin, sepse shohim që kemi
një produkt pak të deformuar, që në pamje të parë nuk le shihet mirë. Në gjithmonë jemi duke folur për sosmëritë të produktit. Pse ndodh kjo? Që lindet dhe dyshime nga konsumatorët pastaj. Kjo ka lidhje me nënshartesën që ata zgjedhin. Sepse nënshartesat që janë të miratuara që mbi gjithë Evropën të Bashkimi Evropian, janë nënshartesat miratuara të cilat janë të garantuara nga pikpamja e mbrojtjes së bimës nga sëmundjet e tokës, nga fuzariozat, nga nematodat, nga trakomikozat e tjera. Por që nuk lejnë edhe pasoja në shijen e sharqinit, pra shumë pak, sepse ato janë të standardit të lartë, edhe shartimi duhet bëhet me to. Si mbas problemi që keti në tokë, në qoftë se ke problem nematodë në tokë, për shembull, do përdorësh një nënshartesë që është rezistente. Qoftë se ke fuzariozë, do zgjedhësh një shartesë që e mbron nga fuzarioza, domethënë që mos të dëmtohet bima. Pra, nënshartesa zgjidhet në bazë të problemit që keti ke toka. Edhe nënshartesa të tilla ka, është shintoza, është maçis, është janë edhe këto tip kungullore që bëjnë fshatar, por unë ato nuk do t'i rekomandoja, sepse ato vërtet japin bimë të fuqishme, sepse kungulli i egër, japin bimë të fuqishme, por shihin, cilësinë, deformimin i kanë janë këto probleme. Në qoftë se ata mbajnë farë nga këto kungullore, janë të rrallë këta fermesë, e përgjithshme është që ato i marrin nga kompanitë që në Lushnjë janë që prodhojnë fidana cilësore, siç është ajo kompania Josip Borez, për shembull, ose Agroblendi. Ata përdorin nënshartesa që janë të miratuara nga bashkëpunëtorët cilësore. Por përdorin edhe nënshartesa të cilat atyre dhe atyre fermerëve u dalin këto probleme. Nuk ka të bëjë me gjë tjetër, thjesht është problemi i nënshartesës. Profesor, për ju ka pyetje pafund dhe sado kohë të kesh, ajo nuk është asnjëri mjaftueshëm sepse jemi një potencial në këtë fushë, por do ta mbyll pjesën tuaj me një pyetje. Gjithë ky angazhimi juaj për një suport dhe në bashkëpunim me NOA, a ka patur sukses? Kjo është një risi e re, nuk ka patur përpara diçka të tillë. Si ju ka rezultuar ky bashkëpunim? Më mbet qefi që NOA për shembull ka ndërmarrë një gjë të tillë për këto mikrokreditë, edhe do të japë edhe asistencën teknike të fermerëve të nënqeshtur. Kjo është gjë. Tu qëndron e reja. Kjo është gjë kryesore, sepse ti mund të bësh investime aty, por thash, unë thash edhe më përpara që fermerët janë specializuar, por ka disa gjëra të imta që fermeri nuk do ndikun e specialistit së zbën. Që të mbajnë në kontroll, për shembull, të bëjë një kartë teknologjike të përshtatshme që të plotësojë kriteret e Bashkimit Evropian, të mos ketë mbetje të pesticideve, të mos ketë mbetje të nitriteve që janë të dëmshme që i bllokojnë prodhimin. Pra, duhen një kujdes, një ekspert të bujqësisë, dhe ekspert bujqësie në Lushnjë ka sa të duash, edhe në zona të tjera. Por kjo duhet të bëhet metodë pune, domethënë se edhe NOA nëse ka marrë këtë iniciativë kaq të rëndësishme, domethënë që të japë edhe asistencë, kjo është gjëja më pozitive që mund të vinë në ndihmë fermerëve që u japin kredi. Po faleminderit profesor Linderi. Të nderuar dëgjues, do të kalojmë pak në publicitet dhe unë përfitoj nga rasti për të sjellë një vëmendje këtë mënyrë të re që NOA po implementon. Deri tani në fazën e këshillimit, pra specialisti këshillon, por çfarë ka mbas këshillimit? Pra, ky këshillim shoqërohet në një financim dhe financimi vjen pas pak nëpërmjet Fatmirit. Publicitet dhe të kthehemi sërish bashkë në studio. Jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe unë kisha të ftuar dy personalitete, profesorin Enver Tomën, drejtues shkencor në agronomi, 11 vjet specialist pranë Institutit Kërkimeve Bujqësore Lushnjë. Tashmë në pension, por vazhdon të jap kontributin e tij në sektor privat dhe është NOA që ka gjetur një bashkëpunim duke ofruar këshillim për gjithë ata që janë të interesuar për të marrë suport financiar nëpërmjet NOA-s, këtij institucioni financiar që ofron kreditdhënie, dhe unë pikërisht për këtë pjesë në fazën e dytë të misionit, në këtë pjesë të rëndësishme, do diskutoj me zotin Fatmir Nikolli si funksionon sistemi financiar në NOA dhe kush është dallimi që ky institucion ka në raport me institucionet e kreditdhënëse për mënyrë të veçantë me sistemin bankar. Faleminderit një herë që
Falenderoj për ftesën. NOA është institucion mikrofinanciar i themeluar për 21 vitesh që operon në Shqipëri. Operon me 26 degë të saj dhe mbulon 90% të territorit të vendit. Si institucion mikrofinanciar suporton fermerët, bizneset dhe individët, por kryesisht fokus shumë i thelluar është dhënë fermerëve dhe prandaj ne kemi zgjedhur sot të jemi pjesë e këtij emisioni. NOA në vetvete mbështet fermerët me kreditim dhe me këshillim. Çka do të thotë se kjo përbën një ndër diferencat kryesore me sistemin bankar. Dhe kur them këshillim, në kuptoj që ne jemi gjatë gjithë kohës tek fermeri. Në qoftë në sistemin bankar, fermeri paraqitet në bank për të financuar, NOA shkon në ferm. Dhe kjo përbën atë avantazhin kryesor që ne kemi kryesisht me sistemin bankar. NOA në gjithë historinë e saj, si institucion mikrofinanciar, ka mbështetur mbi 140.000 familje, fermer apo individ, dhe zona e Lushnjës ka qenë një ndër potencialet kryesore ose një ndër qytetet kryesore që është mbështetur me financime të vazhdueshme nga NOA. Ne ofrojmë ekspertizë, ofrojmë këshillim, ofrojmë financim. Kjo është diferenca kryesore që është me sistemin bankar, të cilët ofrojnë vetëm kreditim. Por përveç se momentet kreditimit ne ofrojmë dhe ndjekje. Që do të thotë, në diferencë me sistemin bankar, me ne nuk mbaron marrëdhënia që në momentin e marrjes së shumës ose e kreditis, por vazhdon ndjekja dhe trajtimi në gjithë periudhën deri në momentin e mbarimit të kësaj marrëdhënie kontraktuale, por edhe mundësia për kreditim të i fazet më vonshme. Ajo që NOA financon, ndryshe nga sistemi bankar, financon shtresat të cilat nuk kanë akses në këtë sistem. Që do të thotë, janë ata fermer, janë ata familje, janë ata individ që duan të rriten, të zhvillohen, por nuk plotësojnë kriteret, kushtet për të kredituar nga sistemi bankar, dhe NOA gjendet para këtyre. Dhe ideja është që ne e marrim nga gjeneza të aktivitet dhe gjatë gjithë kohës me suportim financiar, por edhe me këshillim, rritje me bashkëqartësi. Kjo është ndoshta specifika kryesore e NOA si mikrofinancë lidhe me sistemin bankar. Unë jam e fermer që jam interesuar, kam një sipërfaqe toke, profesorin Veri më mbushi mendin që të merrem të mbjell shalqi dhe çmimet që ofroj, statistikat janë kokëforta, nga 1 milion lek nëse unë marr kredi, në tokën time mund ta bëj në 3 milion lek të vjetra pa e marrë. Dhe për një fermer kjo është shumë e madhe. Përse duhet të zgjedh NOA-n në të numëri të madh institucionesh, qoftë mikrofinanciare, qoftë bankash, çfarë ka të veçantë NOA? Pse duhet vi tek NOA? Atëherë, profesori shpjegoi para shumë ciklin se si funksionon pjesa me që po diskutojmë për pjesën e bostanorëve, se si funksionon procesi që dhe mbjellja deri te procesi i investimeve etj me radhë. Dhe NOA suporton të gjithë aktivitetet, pra të gjithë të cikël aktiviteti nga fillimi deri në fund. Që do të thotë, e financon që në pjesën e produkteve, ose blerjes e inputeve bujësore, që në sistemet të rritjes, që në ndërtimin e tuneleve, plasmaseve, ndërtimin e serave, blerjen e mekanikës bujësore, pra mbështet gjithë ciklin e këtij biznesi. Dhe për më tepër, avantazhet kryesore të NOA-s si mikrofinancë, krahasimisht me aktorë tjerë që ofrojnë drejt, është shpejtësia në procesimin e rasteve. Që do të thotë, në NOA ti vjen financohesh për shuma deri në NOA financon deri në 100.000 euro, shuma maksimale. Deri në 100.000 euro, por për shuma deri në 3 milion lek të reja, NOA financon pa kolateral. Dim që në zonën e Lushnjës, një problematikat, po jo vetëm Lushnjë, në gjithë Shqipërinë, është ndarja tokës. Fragmentizimi është problemi i 7500 e njëshit. 7500 e njëshit dhe mos pasja dokumentave të pronësisë. Çka këta fermer i kufizon në aksesin e sistemit bankar. NOA për shumat e investimeve deri në 3 milion lekë të reja nuk kërkon kolateral. Është një lehtësi që asnjë nga sistemet tjera nuk e ofron. Shumë e guximshme për ju si institucion. Si e kompensoni këtë? Por marrëdhënia me fermerin nuk është vetëm marrëdhënie financiare.
është marrëdhënie besimi dhe për më tepër unë shpjegova në fillim që ne futemi në këshillim. Që do të thotë, ne që në fazat fillestare të atij biznesi e këshillojmë fermerin, mënyrën se si do operoj, çfarë duhet mbjellë, çfarë duhet investojë, cilat janë investimet më të mira të mundshme që mund të marrë. Dhe për këto më fal Fatmin, nuk ka kosto shtesë. Absolutisht. Të gjitha këto janë përfshira janë të përfshira në shërbimin që NOA ofron dhe ne me që jemi edhe me profesorin këtu dua të përmend që ofrojmë këshillim në gjithë Shqipërinë, duke i mbledhur fermerët në grupe të ndryshme ose individualisht pa kosto ekstra lidhje me proceset agroteknike që ne kemi një staf specializuar i cili trajnohet vazhdimisht nga profesor nderuar lidhje me këto specifika, por në raste të ndryshme marrim dhe profesor, të cilët i nënkontraktojmë për të pas pjesë këtij këshillimi. Qëllimi jonë është që ta këshillojmë sa më mirë që fermeri mos dështoj. Nuk është në interesin tonë që të financojmë një fermer të cilin mund ta mbingarkojmë me detyrime dhe ai nuk do e marrë veten më në ktimin e kreditit. Pra, ajo që ne kryejmë gjatë e njohim shumë mirë ciklin e biznesit, prandaj arrim të financojmë deri në 3 milion lekë reja pa kolateral. Dhe me një shpejtësi që ndoshta sa kohë në treg duhet një fermer? Nuk është më. Do ne arrim të financojmë këtë shumë deri në 4 orë. Brenda ditës? Brenda ditës. Me çfarë dokumenti atëherë? Paraqitet klientit? Dokumenti ose fermerit? Me nikin e fermerit, me kartën e identitetit, me personin e njësisë familjare për këtë shumë, po flas për nëse flasim për shuma deri në 500.000 lekë mund ta marrë edhe një person i vetëm. Ajo që ne bëjmë verifikim terren, shkojmë te biznesi, diskutojmë me planin e investimit, dakordësojmë dhe pastaj e financojmë si aktivitet. Që ne na ka rezultuar shumë suksesshëm, sepse fermerët janë të lidhur me tokën, dhe janë krenar për punën që bëjnë, dhe normalisht janë edhe e njohin detyrimin. Më soll në vëmendje që në mjaft institucione shqiptare, miqë dhe kolegë, në mënyrë të veçantë biznesi i madh, të cilët kohën e kanë shumë të shtrenjtë, paguajnë për shpejtësi shërbimi. Edhe pse kjo është një pagesë që nuk është e përfshirë në asnjë lloj kosto, nuk njihet, por paguajnë dhe marrin të shpejtësi shërbimi. Si ju ka rezultuar në këto 21 vite që jeni në treg kjo shpejtësi shërbimi, është përkthyer numri klientësh? Patjetër që është përkthyer numri klientësh. Unë shpreh edhe përpara që kemi financuar diku të 140.000 fermerë, në gjithë individ, familje ose fermerë, që nga krijimi i institucionit, që do të thotë shifër e konsiderueshme. Dhe kjo ka ardhur si efekt i shpejtësisë dhe lehtësisë që ne kemi si institucion. Në raste shumë specifike unë përmenda pjesën që ne financojmë deri në 100.000 euro. Por kemi pas në NOA kanë ardhur biznese të cilat kanë një turnover ose xhiro vjetore deri në 10 milionë euro dhe janë kredituar nga NOA për një shumë caktuar vetëm si efekt i shpejtësisë. Pra shpejtësia është sot një ndër kriteret që bizneset e duan dhe është shumë e nevojshme. Nëse flasim lidhje me fermën, është jetike shpejtësia në financim, për arsye sepse ka të bëjë me sezonin. Ka procese që nuk e përcakton profesore përmendën më përpara pjesën. Jo vetëm fitimi, po edhe patjetër që vazhdimsinë e biznesit. Profesore përmendën përpara pjesën kur duhet të mbyllen bostanorët në periudhën 1-10 mars. Do të thotë që në momentin që ti vjen NOA të duhet të financimi emergjent, ti e merr atë financim dhe kap sezonin. Po data s'ka vlerë më. Kap sezonin. Momentin që në institucion tjetër procedurat zgjasin pafund, ajo që ti do mbasësh është cikli plot i prodhimit të një sezoni. Kështu që shpejtësia, sidomos në bujqësi, është jetike. Pastaj është shoqëruar edhe me dokumentacion minimal, shoqëruar edhe me asistencë të specializuar, e ka bërë një ndër liderët e mikrofinancës në tregueshëm. A jeni fleksibël juve, zoti Fatmir, në marrëdhënie me fermerin, agropropunuesin apo klientin, si etiketoni juve në marrëdhëniet tuaja, në rastet kur ka situata pa parashikuara? Patjetër që po. Dhe situata më e paparashikuar është situata që ndodhi aktualisht me Covid-19 dhe ne për gjithë
klientët tanë ofruam mundësinë e shtyrës së kredive deri në 3 koste. Pra, për 3 koste mos të kenë pagesa dhe të vazhdojnë paguajnë me të njëjtën Pra këta muaj u fshin nga këta muaj fermerët nuk paguan, ju zgjeruan interesat. do paguajnë në momentin që nisin aktivitetin e tyre. Kjo është një suport që ne edhe në udhëzim të Bankës së Shqipërisë kemi ndjekur për fermerët, për individet, për familjet dhe i ka dhënë frymëmarrje ekonomike. Tani të gjithë Bankat nuk e bën gjithë. Okej, edhe bankat në këtë periudhë ishte udhëzimi i Bankës së Shqipërisë dhe i gjithë sistemi. Bankat e nivelit 2 nuk e aplikuan. Mikrofinanca në vetvete aplikoi. Kështu që kjo ka qenë një lehtësi shumë e madhe për fermerët. Gjë tjetër që ne kemi ndoshta që është avantazh, ndoshta është avantazh thelbësor krahasimisht me sistemin bankar, është këstet sezonale. Që do të thotë momentin që ti nuk ke prodhim. Pra, ke vetëm ne dim që pjesa e bujqësisë funksionon me sezonalitet. Gjatë gjithë periudhës ti ke shpenzime dhe në momentin kur nis shesis prodhimi arkton, dhe ne kostet e kredis i shpërndajmë në formë sezonale, pra paguan 2 herë në vit, mbas 6 muajsh kur ti ke prodhime. Gjithë periudha tjetër është periudhë që ti nuk paguan kredi. Ndryshe nga sistemi Kjo është shumë interesant. Që kërkon Nuk e sforcon fermerit në momentin që s'ka të ardhura. Absolutisht jo. Pra ne i përshtatemi ciklit prodhimi. Pra nuk ishte një barë financiare në moment e pauze. Kjo është mirë, një tjetër pyetje, ju e përmendët pak shkarazi, por përja bërë pak në të qartë të dëgjuesve, kryesisht atyre që kanë nevojë në këtë pikë. Mbështesin në mekanikë bujqësore? Patjetër që mbështesin mekanikën bujqësore, është jetike mekanizimi i fermave bujqësore dhe mbështesin gjitha investimet që në blerjen e traktorëve, agregat vendimës, pompave sipërkatëse e tjerë me radhë. Do të thonë, jemi gatshëm të mbështesim me financime 100% të vlerës së financimit. Mbështesni çdo person që paraqitet apo edhe këshilloni që të mund të bëjnë grup për të ulur kostot? E rëndësishme është ne të identifikojmë personin. Që thotë, mbasi komunikojmë personin, shohim planin e investimit, shohim dhe kapacitetin e personit për nëse duhet ta ndërmarrë këtë investim apo jo, dhe pastaj financojmë. Pra, që të jemi të qartë, jo çdo person që vjen në NOA financohet, por vinë ata persona të cilët realisht kanë një ide, kanë një plan të qartë investimi dhe të cili në gjykimin ton, po dhe në gjykimin e fermierit, do rezultojë rentabël. Kemi shumë raste dhe në sidomos në zonën e Durrësës që kemi mbështet me kredi për blerjen e mekanikëve bujqësore. Dhe që kanë rezultuar si kredi shumë të mirë, do të kanë pas kushtoshmëri të mirë. Përpara se të kalojmë tek ai mesazhi domosdoshëm që do doja nga secili për jush, deri në çfarë fazë ndiqni juve klientin? Klienti në NOA mund krijohet një marrëdhënie. Pra nuk është thjesht ose më saktë mund mos ta quajmë klient, por mund ta quajmë bashkëpunëtor. Tash në këtë mënyrë se po shpjegoj tu vesh partner. Partner. Që do thotë, ne me klientin vazhdojmë gjatë gjithë ciklit të marrëdhënies së kemi. Nuk mbaron vetëm në pjesën e levrimit të fondeve, por është këshillim i vazhdueshëm. Do thotë këshillim agroteknik me ekspertizë të specializuar. I mundsojmë në raste specifike kemi bërë ndërmjetësim të këtyre fermerëve me pikat e grumbullimit deri dhe me eksportues, duke gjetë tregje të reja shitje të produkteve. Pra dhe kjo është pa kosto ekstra. Gjithçka që në NOA duan ose cili është në filozofia e NOA-s është zhvillimi i këtij fermeri. Zhvillimi i këtij fermeri, zhvillimi i qëndrueshëm i këtij fermeri na zhvillon vetë. Ne ndjekim nga faza fillestare deri në momentin që klienti, bashkëpunëtori, partneri vazhdon dhe të jetë pjesë e institucionit tonë. Kështu që është një këshillim i vazhdueshëm. Një marrëdhënie që nuk ndërpritet me përfundimin e kredisë. Ne kemi klientë që janë prej vitësh në kompani dhe që janë financuar deri në 10 cikle. E the në mënyrën tonë të përditshme, nëse hyn një në NOA, duket që do të mbetesh aty dhe nuk lëvizmë, sepse ju ta bëni. Ky është me partnerin do ta bëni më të lehtë. Patjetër, nuk është vetëm qëllimi jon, por shërbimi që ne ofrojmë që bën të mundur që
fermieri të jetë pjesë e jonë, pjesë e bashkëpunimit tonë gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të tij. Çfarë mesazhi keni për fermerët nga mikrofoni Radio Lushnis? I dua të nxjis të investojnë sa më tepër në pjesën e bujqësisë, pasi bujqësia është potenciali kryesor i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Dhe me financime, me modernizimin e planeve të tyre, përmend këtu pjesën e investimeve të tunela apo sera, do rrisin rendimentet dhe të ardhur për njësinë familjare. Paraqituni në qoftë se keni nevojë ose për këshillim, ose për kreditim, dhe ne do jemi patjetër do gjendemi pranë me gjithë produktet që ne kemi. Profesor Enveri, cila është këshilla juaj për fermerët? Për fermerët këshilla ime është kjo, domethënë që ata duhet vazhdojnë të investojnë përsëri në bujqësi, sidomos në zgjerimin e pjesës tuneleve, por edhe të serave. Për këtë duhet apel edhe nga institucionet e tjera që sipërfaqja, sidomos nga Ministria e Bujqësisë, që duhet patjetër të rritet sipërfaqja e serave në Shqipëri. Duhet të ecë me ritme shumë të larta, sepse klimin që kemi ne nuk e ka asnjë vend i Evropës. Faleminderit profesor Enveri, po e shtoj edhe unë diçka mesazhit tuaj, ndërkohë dëgjuesim në fund të këtij emisioni sot Agronews. Këshillave të dy specialistëve të ftuar në studio, Enver Tomës dhe Fatmir Nikoli, do të shtoja dhe organizohuni për të ulur kostot dhe certifikoni produktet tuaja me Global Gap, me qëllim që të rrisni të ardhurat për sipërfaqe, sepse tregu është zgjeruar, Europa është shumë afër dhe produktet tuaja do të marrin shmime të mirë nga mundi dhe djersa juaj. Unë i falenderoj dhe bashkë me ju dhe në emër tuaj falenderoj të dy miqtë e mi në studio dhe lu takim të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirë takofshim.